Christian Aslani ka asistuar dhe shënuar sot për Beshiktashin, ndërsa po luan në transfertën e Gaziantep. Mesfushori shqiptar fillimisht harkoi direkt nga goditja e këmbit, ndërsa Diallo përfitoi për ta dërguar topin në rrjet. Më pas erdhi edhe goli nga penaltia në minutën e 22. Ishte minuta e 7 kur Aslani shkoi të harkonte. Ky episod solli edhe zhbllokimin e ndeshjes me të si protagonist. Penaltia i u besua më pas siç është bërë edhe më parë. Kështu, Aslani dyfishoi shifrat në minutën e 22. 24 vjeçari është i huazuar nga Interi, ndërsa lajmi i mirë për të ishte rikthimi si titullar. Takimi me Gaziantep ndërkohë kujtojmë që vlen për javën 32 të Superligës turke.